Albin Kurti ka tratu Vjosa Osmanin, po më pa bo presidente, Vjosa Osmani kishtë tratu Albin Kurtin, që se ajo se ka sefte, ka tratu Fatmi Sejdiun, ka tratu Isa Mustafën, e kishë me tratu edhe Albin Kurtin, sepse kishë ndërtu bazën për forcën e saj politike. Po për fjalimin profesor Çaj, çka mendoni? Që ka thonë, për shembull në një fjalim Çaj thotë, kush ka thonë që unë s'ja kam lënë zgjedhjet kur ka dashur ai, çto diçka ka thonë. Po mirë dhe ai ka lënë sepse ai ka dashur me vardis. E ka dashur me vardis, jo, nuk është antikushtetues, është brenda kushtetutës, po. Brenda kushtetutës milion zot kur do nexhin, kur do Sadria. Po jo, kur aty shkon kur do presidenti. Ajo e kalon kur ka dashur Albini Okrej, sepse ka dashur me vardis për me marr votat e tij më bë përsëri presidente. Tash që ky ka tratuar është çamë botash. Me anis spekojt. Jo, si. Dhe Vani po shkon drejt zgjedhjeve profesor apo jo? Nuk e di. Nuk e di. Ka shansë që presidenti të ketë zgjidhjet, domethënë, nëse Albin Kurti i jep mundësinë, i jep nënshkrimet që LDK me kandidu, domethënë ose Lumir Abdigjiku, ose Lutfi Hazirin kanë ndonë për president, me jep nënshkrimet edhe më... Ose Amerika që më kena i zarfë të bënë një gjithë si dijet? Nuk e qenë Amerika zarfën bënë, Amerika veç thëtë për shembull zbanë më bo filoni, fisteku, po jo cili ka më bo. A, po thaj ka zbanë më bo? Po. Edhe për dikan veç ka thonë që zbanë më bo. Për shembull, për ka thonë? Nuk po flasë. A është Vjosa? Jo, Vjosa nuk ka mujtë më zgjidhë se për këtë Amerikës, mundet më zgjidhë dhe Lumiri, mundet më zgjidhë dhe Bedri Hamza. A ka thonë për... Mundet më zgjidhë edhe kësi... Pa i deturna që ta mërë të zemë të shka dhe? Amerika... Më s'ka thonë për Ramushin? Jo, asë për Ramushin nuk thëtë Amerika, jo se Ramushin... Po për thamë se kishka më bo kriministër, shiko, a që bëhet presidenti Kosovës, a i du të me posë në gjyrat verë dhe kaltër, jo ku që zi.